Dita e fitores së Bedrit. Sa herë të vije Ramazani, muslimanëve u mundësohet që të rikujtojnë njërën prej ngjarjeve më kryesore në kohën e pejgamberit alayhis salam, e që është për fjala për betejën e madhe të Bedrit, në të cilën betejë kishte ndodhur një incident i armatosur mes të dy palëve muslimanëve dhe idhujtarëve të fisit Quraysh. Në këtë betejë muslimanët arritën që të reflektojnë bindshëm se janë në gjendje të sakrifikojnë gjithçka që ata posedojnë me synimin e vetëm që të mbrojnë besimin e tyre në Allahun e Madhërisëm. Në lidhje me këtë krenari, kemi mundësinë që të sa për ilustrim të përmendim njërin prej haditheve të pejgamberit alayhis salam, në të cilën pejgamberi alayhis salam i bind të pjesëmarrësit e Bedrit se Allahu Dhul Jalal i ka siguruar ata që le të veprojnë çka të duan se janë të falur. Kjo është një krenari e cila sigurohet nga ana Allahut të Madhërisëm nëpërmjet pejgamberit alayhis salam. Por këtë krenari e kishin reflektuar edhe vetë sahabët, jo pjesëmarrës të Bedrit, të cilët kishin dëshmuar se sa vlerë të madhe kishin sahabët pjesëmarrës në Bedër, siç është rasti i betejës së Mu'tes, në të cilën betejë pejgamberi alayhis salam kishte caktuar 3 komandant ushtarak, të cilët njëri pas tjetrit bien dëshmor, e më pas mbetet që të zgjedhin sahabët komandantin e 4, që është fjala për Thabit ibn Aqram al-Ajlani, të cilët i dhajnë përparësi me që ka qenë pjesëmarrës i Bedrit. Gjithashtu kemi rastin e njërit prej sahabëve pjesëmarrës i Bedrit, i cili është i veçantë nga se kishte marrë pjesë në Bedër edhe pse kishte bërë një lëshim gjatë para se të bëhet çlirimi i Mekës, i cili kishte shkruar një letër dhe kishte informuar krerët Qurayshit për përgatitjen e muslimanëve që do të bëjnë çlirimin e Mekës, për të cilën gjest pejgamberi alayhis salam e kishte marrë në pyetje. Aty pranë sahabët ishin pezmatuar me këtë gjest të Hatibit, që në mesin e tyre ishte edhe Umar ibn al-Khattabi, i cili kishte kërkuar nga pejgamberi alayhis salam që të marrë leje për ta mbytur atë. Mirë po pejgamberi alayhis salam e kishte qortuar Omerin duke ja bërë me dije se çka ta merr mendja për Hatibin, që është njëri prej pjesëmarrësve të Bedrit. Prej veçorive të betejës së madhe të Bedrit, kemi një shembull të cilin e veçojnë historianët që ndërlidhet me krerët e Paris Qurayshite, nga se në këtë betejë thujase shumica e krerëve Qurayshit gjetën vdekjen aty. Kjo kishte reflektuar shumë mirë tek radhët e muslimanëve, për shkak se kishte filluar lehtësimi i kryerjes së obligimeve fetare pak më në mënyrën më komode se sa që kishte qenë më parë. Madje në betejën e Bedrit mund të gjejmë disa reflektime të cilat i nënvizojnë historianët, që prej tyre është edhe vlera e madhe e konsultimit me të tjerët, siç kishte vepruar edhe pejgamberi alayhis salam, me gjithë ndihmën e madhe për krahjen dhe mbështetjen e siguruar nga ana Allahut Dhul Jalal në këtë betejë, nga se në këtë betejë pejgamberi alayhis salam kishte marrë premtimin nga ana Allahut Dhul Jalal se do të triumfojnë muslimanët aty. Me gjithë këtë përkrahje dhe mbështetje dhe siguri, pejgamberi jon i dashur Muhamedi alayhis salam së bashku me sahabët, shokët e tij, kishin reflektuar në mënyrën më të mirë të mundshme që ndërlidhet me përgatitjet, si ato fizike, po ashtu edhe ato psiqike. Pejgamberi alayhis salam kishte dëshmuar se sa vlerë të madhe ka konsultimi me të tjerët, e në veçanti kur janë rrethanat jashtëzakonisht kritike. Historianët nënvizojnë 4 raste të konsultimeve të pejgamberit alayhis salam me sahabët në këtë betejë. Konsultimin e parë pejgamberi alayhis salam e kishte bërë kur ju kishte drejtuar sahabëve se ata të cilët dëshirojnë të dalin në kapjen e karvanit tregtar të fisit Quraysh janë të lirë.
mund të dalin, do të thotë nuk ja kishte imponuar askujt daljen. Rasti i dytë ishte kur kishin marrë lajmin se paria kurejshite me një ushtri të madhe ja kishte mësyr Bedrit për t'i luftuar muslimanët. Aty pejgamberi alayhis salam i konsultoi sahabët se çfarë të veprojnë, të marrin vendimin e marrjes pjesë në luftë apo të kthehen në Medinë. Rasti i tretë ishte kur pejgamberi alayhis salam konsultohet me sahabët se në çfarë pozicioni të përqendrohen në fushë të betejës. Kurse krejt në fund, rasti i katërt ishte se si ishte konsultuar pejgamberi alayhis salam me sahabët në lidhje me trajtimin e robërve të luftës pas triumfimit në Bedër, numri të cilëve kishte arritur deri në 70. Shtojmë këtu një reflektim tjetër se muslimanët e kishin për obligim që të kenë edhe një përkushtim të veçantë ndaj armiqve edhe të brendshëm, të cilët nuk ishin të pakt që në mënyrë të fshehtë bashkëpunonin me kurejshitët, siç ishte rasti i informimit të armiqve të brendshëm në Medinë që ja kishin bërë Ebu Sufjanit si udhëheqës i karvanit kurejshit. Pastaj kemi raste të tjera të cilat edhe ndërlidhen edhe me ngjarje të brendshme të betejës së Bedrit. Prej reflektimeve të betejës së madhe të Bedrit kemi edhe dashurinë e theksuar dhe dëshmuar e sahabëve ndaj pejgamberit tonë të dashur Muhammedit alayhis salam, kur para se të fillon betejë, njëri prej sahabëve, konkretisht Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu, i propozon pejgamberit alayhis salam ndërtimin e një tendeje të quajtur me emrin El Arish. Me këtë propozim synonte sahabiu i nderuar që pejgamberi alayhis salam të qëndronte aty edhe t'u jepte atyre instruksionet e strategjisë së luftës në mënyrë që të sigurohet se ai pejgamberi alayhis salam të mbetet gjallë. Nuk është e rëndësishme se a do të mbetem unë si Sa'd apo jo, me rëndësi është që të mbetet gjallë pejgamberi alayhis salam dhe të bashkangjitet sahabëve të tjerë në Medinë, të cilët nuk e dinin se betejë po zhvillohej në Bedër. Prandaj edhe kjo reflekton për dashurinë e madhe të sahabëve që kishin ndaj pejgamberit alayhis salam, të cilët ishin në gjendje të sakrifikonin veten e tyre vetëm ta ruanin pejgamberin alayhis salam. Në këtë betejë gjithashtu theksohet edhe fuqizimi i muslimanëve, i cili dëshmohet nëpërmjet dërgimit një lajmëtari të cilin e bën Ebu Sufjani në Mekë për rrezikun që po i kanoset karvanit të tyre, që jep me kuptu se deri më tani asnjëherë plot 15 vite u bën prej fillimit të shpalljes deri në betejën e Bedrit, Mekasit asnjëherë nuk ishin friksuar nga muslimanët, mirë po me dërgimin e këtij lajmëtari për kanosin e rrezikut të karvanit të tyre prej muslimanëve, nënkupton se muslimanët veç kishin filluar që të fuqizoheshin. Me që ishte një dallim shumë i madh mes të dy ushtrive në betejën e Bedrit, si në aspektin e numrit pjesëmarrës, po ashtu edhe në përgatitjet apo pajisjet ushtarake. Atëherë nga Muhamedi alayhis salam edhe sahabët lypsej një strategji jashtëzakonisht e veçantë në mënyrë që ata të i kishin parasysh të gjitha shkaqet edhe elementet përcjellëse të zhvillimit të betejës. Prandaj këto historianët nënvizojnë edhe edukatën e lartë të sahabëve, e cila ilustrohet nëpërmjet njërit prej sahabëve që është fjala për Al-Hubab ibn al-Mundhir radhiyallahu anhu, i cili pasi dëgjon pozicionin të cilin kishte caktuar pejgamberi alayhis salam, këtij sahabiu në fillim nuk i kishte pëlqyer, mirë po nuk kishte reaguar para se të sigurohej se ai pozicionim ishte shpallje nga ana e Allahut apo vetëm ishte ide dhe strategji e pejgamberit alayhis salam.
pasi që sigurohet nga pejgamberi alayhis salam se ai pozicion nuk kishte fare të bëjë me shpalljen, ky sahabi i nderuar i reagon pejgamberit alayhis salam përkatësisht shton një mendim të tij strategjik në formën më të mirë të mundshme duke shfaqur edhe edukatën e tij, duke i thënë pejgamberit alayhis salam se un kam një mendim më ndryshe, që të pozicionohemi pranë puseve, të cilat ne do t'i përdorim kurse armiku nuk do të mund të i përdor. Pejgamberit alayhis salam pasi që i pëlqen mendimi i al-Hubabit, atëherë ju thot sahabëve që të pozicionohen aty ku po tregon vendin al-Hubabi. Kjo jep me kuptu se pejgamberi alayhis salam këtë edukat të lartë të sahabëve që e vëren, dëshiron që t'i inkurajon ata duke i përkrahur mendimet e tyre, në të njëjtën kohë edhe duke heq dorë nga mendimi apo ideja e tij të cilën e kishte dhënën paraprakisht. Vlen të theksohet se përfundimi i betejës, që ishte triumfimi i të gjithë i muslimanëve në këtë betejë, kishte rezultuar edhe si përkrahje edhe ndihmë nga ana Allahu dhul xhelal nëpërmjet melajkeve. Historianët këtu nënvizojnë se melajket kishin marrën pjesë, por jo të gjitha ato të cilat kanë zbrit, mirë po kanë marrë pjesërisht me synimin e përkrahjes edhe ndihmës së muslimanëve, por vlera kryesore e fitores së muslimanëve në Bedër u takon pikërisht sahabëve.